Ernest Muçi është bërë përsëri protagonisti absolut i Trabzonsporit, teksa me një gol të tij i siguroi finalen e Kupës skuadrës, duke shënuar në minutat shtesë të takimit. Një gol i cili ka ardhur në një moment kur po diskutohet e ardhmja e sulmuesit, nëse ai do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij ekipi apo nëse do të detyrohet të kthehet te Beshiktashi. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për të arritur finalen. Ndeshjet jashtë fushe janë gjithmonë të vështira. Të luash me lojtarë të rinj e bën edhe më të vështirë. Objektivi ynë ishte të arrijmë finalen dhe të fitojmë kupën. Po kalojmë një sezon të madh dhe tifozët tanë e meritojnë kupën, tha fillimisht Muçi pas ndeshjes që u zgjidh me golin e tij. Ai u pyet më pas për diskutimet e merkatos dhe futbollisti pranoi se për momentin nuk ka asnjë vendim përfundimtar. Unë jam i lumtur këtu, por as unë nuk di asgjë. Do të jetë një vendim i Trabzonsporit, mendoj ka kohë deri më 20 maj. Më pas do të shohim. Unë jam i lumtur këtu, por të shohim se çfarë na pret në të ardhmen, tha sulmuesi shqiptar. Ernest Muçi ka lënë përsëri shenjën e tij për skuadrën e Trabzonspor, duke i siguruar ekipit të tij finalen e Kupës së Turqisë me një gol spektakolar. Në ndeshjen gjysmëfinale në transfert ndaj Gençlerbirligi, sulmuesi i kombëtares shqiptare në minutën e 92 të sfidës mori topin në të majtën dhe lëshoi një gjuajtje spektakolare, e cila përfundoi në trekëndëshin e largët të portës së ekipit vendas. Ky gol vullosi suksesin 2-1 dhe çoi Trabzonsporin në finalen e Kupës, duke i dhënë mundësinë ekipit për një tjetër trofe. Futbollisti i kombëtares shqiptare, Ernest Muçi, është ende në pritje që të mësoj fatin e tij, nëse do të vazhdojë të mbetet pjesë e Tottenhamit apo nëse do të kthehet te Beshiktashi, i cili e huazoi në radhët e këtij klubi. Gjithçka do të vendoset tashmë brenda datës 20 maj, pasi palët kanë gjetur akordin që të shtyjnë në fatin. Sipas mediave turke, ka qenë Trabzonspori që ka kërkuar shtyrjen nga data fillestare 10 maj në datën përfundimtare 20 maj, në mënyrë që të merrej me këtë çështje pasi të mbyllej zyrtarisht sezoni për të. Kërkesa është planuar nga drejtuesit e Beshiktashit, të cilët janë të hapur të negociojnë për futbollistin. Në Turqi raportojnë se tashmë ka diskutime të ndryshme për Muçin, duke filluar nga kërkesa e Trabzonsporit që të ulet në 5-6 milion euro pagesa për të, apo edhe për fshirja e mbrojtësit Batista Mendy në bisedime, duke ja ofruar Beshiktashit si këmbim. Nga ana tjetër, klubi i qytetit të Stambollit kërkon që pagesa për Muçin të bëhet e plot njëherësh dhe jo me koste, apo edhe që të ruajë të drejtën për një përqindje të kartonit të tij, për një shitje të ardhshme të mushme. Të gjitha janë detaje që do diskutohen në ditët në vijim, por t'i dhënë fund kësaj telenovele që ka mbajtur peng sulmuesin shqiptar. Ernest Muçi u zgjodh dje lojtari i ndeshjes, pasi i dha fitoren Trabzonsporit në transfertën e Beshiktashit. Futbollisti kombëtares shënoi golin e fitores për 1-2. Pas ndeshjes, trajneri Fatih Teke i Trabzonsporit u pyet për Muçin. Tekniku tregoi hapur se dëshira e stafit është që të qëndrojë, por do të mbetet në dorën e drejtuesve që duan të negociojnë me çmimin 8.5 milion euro që kërkohet nga Beshiktashi. Ja përcolla mendimin tim klubit dhe vet Muçit. Muçi ishte i dobishëm gjatë kohës së tij këtu. Performanca e sotme, djeshme, ishte disi e ngjashme me atë që duron Muçi. Nuk ka problem me idenë e dëshirës për të qëndruar Muçi. Mendoj se mund të ketë vështirësi financiare, por mendoj se mund të shkojë në drejtimin që duam ne, u shpreh Teke pas fitores me Beshiktashin. Fjalët e trajnerit Teke kanë ndezur tifozët e Trabzonsporit, që po kërkojnë blerjen e kartonit. Fillimisht u tha se data e fundit për të nisur transferimin ishte sot, më 10 maj. Pas ndeshjes me Beshiktashin, u zbulua që bëhet fjalë për datën 20 maj, ndërsa më parë ishte një gabim i presidentit të Beshiktashit që kishte njoftuar ndryshe. Ernest Muçi ka shkëlqyer në këtë sezon me fanellën e Trabzonsporit dhe është e qartë për të gjithë se ai është përshtatur shumë mirë, duke u kthyer në një nga elementët kyç të këtij klubi. Por nuk është vendosur ende nëse futbollisti do të bëhet apo jo përfundimisht pjesë e kësaj skuadre, pasi kartoni i tij zotërohet nga Beshiktashi, që kërkon 8.5 milion euro për transferimin. Pikërisht pas ndeshjes ndaj Beshiktashit, ku Muçi shënoi edhe gol, ishte parashikuar të zhvillohej një takim mes presidentëve të dy skuadrave për të vendosur rreth futbollistit të kombëtares shqiptare. Në teori, gjithçka duhej zgjidhur brenda datës 10 maj, me Trabzonsporin që duhej të paguante këstin e parë nëse donte të siguronte firmën e futbollistit. Por pas ndeshjes të së shtunës, media turke kanë bërë të ditur se afati përfundimtar për të vendosur të ardhmen e Muçit ishte data 20 maj dhe jo ajo vjet, siç ishte bërë ditur fillimisht. Kësaj, klubet kanë edhe disa ditë kohë për të vazhduar negociata rreth shifrës që duhet paguar për Muçin dhe mënyrës së pagesës së saj.
Ernest Muçi ka shënuar dje golin e tij të 11 në kampionatin turk, duke tundur rrjetën në sfidën që Trabzonspor fitoi falti me shifrat 2-1. Në pjesën e dytë të takimit, ishte pikërisht një gjuajtje nga e majta e sulmuesit shqiptar, ajo që vullosi suksesin 2-1 për ekipin. Por pak minuta më vonë, për Muçin erdhi lajmi i hidhur gjatë një tjetër aksioni ku ai tërhoqi nga fanella një kundërshtar. Sulmuesi u ndëshkua me kartonin e verdh që plotson numrin 4 dhe kjo do të thotë se ai do të mungojë në ndeshjen e fundit të sezonit të Trabzonsporit në kampionat, atë ndaj Gençler Birliqi, duke mbyllur para kohë kampionatin ku ka shënuar 11 gola e dhënë 3 asiste, pa mundësinë për të përmirësuar këtë bilanc. Ernest Muçi ka lënë përsëri shenjën sot në futbollin turk, duke shënuar golin e radhës me fanellën e Trabzonsporit. Sulmuesi shqiptar ka shënuar pikërisht në ndeshjen që kishte më shumë rëndësi për të, atë kundër Beshiktashit në fushën e këtij të fundit, duke u treguar tifozëve vendas se çfarë kanë humbur. Në minutën e 62 të ndeshjes, ai mori një pasim në zonë në të majtën dhe me një gjuajtje të harkuar saktësisht çoi topin në cepin e largët të portës, duke mos i dhënë mundësinë portierit që ta devionte për t'i dhënë avantazhin e përkohshëm 2-1 ekipit. Ky ishte goli i 11 në këtë kampionat i Muçit, i shënuar përballë skuadrës që zotron kartonin e tij dhe nga e cila ai shpreson të transferohet përfundimisht te Trabzonspor. Pikërisht pas ndeshjes së sotme, presidentët e dy klubeve do të ulen të diskutojnë për t'i dhënë fund telenovelës për të ardhmen e sulmuesit shqiptar. Kjo fundjavë është vendimtare për Ernest Muçin. Trabzonspori mund të aktivizojë opsionin e blerjes së kartonit nga Beshiktashi deri më 10 maj. Gazetari Yunus Emre Sel zbuloi prapaskenat nga Turqia, ku tregohet se Beshiktashi ka refuzuar ofertën prej 5 milion eurosh. Trabzonspori synoi që ta siguronte kartonin me zbritje. Beshiktashi ndërkohë shfaqet i palëkundur, ndërsa në kontratë është vendosur klauzola 8.5 milion eurosh. Te Beshiktashi madje pretendojnë se për Muçin është shfaqur interes edhe nga klube të tjera. Tashmë mbetet në dorën e drejtuesve të Trabzonsporit. Fakti është se trajneri Fatih Teke ka dhënë aprovimin e tij për transferimin e mesfushorit me tipare sulmuese. Trabzonspori projekton të ofrojë deri në 5 milion euro për Ernest Muçin. Deri më 10 maj është data kur edhe përfundon e drejta për blerjen e kartonit të Muçit nga Beshiktashi. Drejtuesit e Trabzonsporit i konsiderojnë shumë 8.5 milion euro. Te Beshiktashi ndërkohë janë shprehur më parë që nuk do të ketë ulje. Muçi u kthye në një nga lojtarët më të rëndësishëm të sezonit. Dëmtimi e pengoi gjatë muajit prill, ndërsa për pjesën tjetër shkëlqeu me gola dhe asistime. Mesfushori me tipare sulmuese është konsideruar si zgjedhje e trajnerit Fatih Teke. Ky i fundit po ashtu po i shtyn drejtuesit që të blejnë kartonin. Ernest Muçi do të mësojë brenda 3 ditësh të ardhmen e tij, nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e Trabzonspori apo nëse do të detyrohet të kthehet te Beshiktashi që e ka dhënë në huazim. Akordi mes dy klubeve tregon se brenda datës 10 maj, Beshiktashi duhet të njoftohet nga Trabzonspori rreth transferimit përfundimtar të sulmuesit shqiptar apo jo. Gjatë ditëve të fundit kishte shumë paqartësi nëse Trabzonspori do të aktivizonte apo jo klauzolën e blerjes së tij, duke paguar këstin e parë të shumës prej 8.5 milion eurosh. Por për këtë situatë ka hedhur dritë vetë presidenti i klubit, Ertugrul Dogan, i cili ka dhënë një intervistë për Aspor dhe ndër të tjera është ndalur edhe te futbollisti në fjalë. Ai kishte thënë që në fillim se vendimin për Muçin do ta merrte trajneri Fatih Teke, dhe i pyetur mbrëm rreth kësaj çështje, Dogan ka konfirmuar se gjërat po shkojnë në rrugën e duhur. Qëndrimi i trajnerit tonë në këtë çështje është pozitiv. Do të shohim të gjithë bashk si shkojnë zhvillimet përfundimtare, tha ai, duke lënë të kuptohet se kjo telenovel pritet të marrë fund me transferimin e Muçit te Trabzonspori. Muçi ka firmosur një akord paraprak me klubin që në verën e kaluar, që nëse transferimi do të bëhej zyrtar në vitin 2026, ai do të kishte kontratë deri në verën e vitit 2029 me klubin e qytetit të Trabzonit. Ernest Muçi po përjeton ditë të edhshme në pritje për të mësuar nëse në sezonin e ardhshëm do të jetë pjesë e Trabzonsporit ku ka shkëlqyer me gola e asiste, apo nëse do të kthehet te Beshiktashi që e dha në huazim. Sipas marrëveshjes mes dy klubeve, Trabzonspori ka afat brenda datës së 10 maj për të ushtruar të drejtën e pagesës së këstit të parë të klauzolës prej 8.5 milion eurosh. Por për momentin nga klubi nuk është dhënë asnjë sinjal i tillë, duke shqetësuar jo pak Muçin. Dhe lajmet e fundit nga media turke mund të shtojnë këtë shqetësim.
Klubi i Trabzonspor ka nisur bisedimet zyrtarisht me Carlo Holse, sulmuesin danez të ekipit të Samsunspor. Ky i fundit ka shkëlqyer në këtë sezon me 10 gola e 9 asiste, teksa raportohet se Trabzonspori ka kërkuar leje nga Samsunspor që të nisë negociatat me të për transferimin në verë. Të njëjtat burime theksojnë se plani i klubit është që ta transformojë atë në numrin 10 të skuadrës, gjë që është një sinjal i qartë se nuk do të ushtrohet e drejta e blerjes së kartonit të Muçit. Në këto rrethana, futbollisti i kombëtares shqiptare mund ta shohë veten përsëri në udhkryq në këtë verë, në kërkim të një skuadre të re, pasi qartësisht e Beshiktashi nuk e duan, por thjesht synojnë të përfitojnë sa më shumë ekonomikisht nga shitja e tij. Ernest Muçi po kalon një javë vendimtare te Trabzonspori. Klubi turk ka të drejtë deri më 10 maj për të ushtuar opsionin e blerjes së kartonit te Beshiktashi. Çdo veprim i Muçit shikohet me vëmendje të shtuar në këto ditë nga tifozët. Ndryshimi i fotos së profilit, duke hequr veten me fanellën e Trabzonsporit dhe duke vendosur një foto tjetër me vajzën e tij, është komentuar si sinjal largimi. Muçi do të qëndrojë i huazuar deri në fund të sezonit, dhe nëse nuk mbetet në Trabzon, gjasat janë Beshiktashi të gjejë një klub tjetër për lojtarin e kombëtares shqiptare. Mes fushori me tipare sulmuese, është parë si ndër lojtarët më të rëndësishëm të këtij sezoni. Ndales për të ishte muaji prill, pasi duhet të qëndronte jashtë në disa ndeshje për shkak dëmtimi. Trabzonspori mund të mos e aktivizojë opsionin e blerjes së kartonit për Ernest Muçin. Hasan Tunçel ka zbuluar detaje të reja, ndërsa është edhe gazetari pranë Trabzonsporit në Turqi. Menaxhmenti i Trabzonsporit kërkoi mendimin e Fatih Teke në lidhje me opsionin e blerjes së Ernest Muçit. Fatih Teke e ndaloi procesin duke thënë prit pak. Muçi përjetoi një dhimbje shpine para ndeshjes me Galatasarajin. Ai kishte pasur të njëjtin problem më parë kur luante te Beshiktashi. Stafi teknik ka disa dyshime në lidhje me këtë situatë, u shpreh gazetari turk. Trabzonspori mund të aktivizojë opsionin e blerjes së kartonit deri më 10 maj, ndaj edhe kjo javë është vendimtare për të ardhmen. Shumë zhurmë, por asgjë në dritën e së vërtetës. Ernest Muçi po kryqëzon gishtat për të ardhmen e tij, pasi Trabzonspor ende s'ka hedhur një hap konkret nëse ekziston dëshira për ta blerë sulmuesin shqiptar në përfundim të këtij sezoni. Kuzey Express shkruan se klubi turk ka mundësinë ta aktivizojë të drejtën e blerjes për 8.5 milion euro nga Besiktas, që ka hequr dorë nga shërbimet e tij. Sa kaq, një luftë e brendshme ka lindur në Trabzonspor, pasi drejtuesit gëzojnë mendime të ndryshme dhe ende nuk ka një pistë të qartë se ku do të drejtohen për të vendosur pikat mbi i për lojtarin kuqezi, i cili kërkon po ashtu një informacion paraprak se çfarë mund të bëjë me të ardhmen. Vendimi, thot media turke, do të finalizohet shumë shpejt, përpara datës 10 maj, kohë kur përfundon dhe cikli i huazimit të Muçit. 25 vjeçari i është rikthyer aktivitetit në fushën e lojës, duke marrë minuta në këmbë në ndeshjen çerek finale të Kupës së Turqisë, ku shënoi dhe golin e kalimit në gjysmëfinale, si dhe u përfshi në formacionin titullar të trajnerit Fatih Teke për ndeshjen e fundit që u luajt në kampionat përballë Konyaspor.